Në Kosovë, numri i qytetarëve në listat e votimit po del të jetë më i madh se vetë numri i banorëve të vendit. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në listat votuese figurojnë mbi 2 milion qytetarë me të drejtë vote, ndërsa sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vendi ka rreth 1.6 milion banor. Për këtë mos përputhje statistikash, Vullnet Bugaçku nga Instituti Demokratik i Kosovës fajin po ja lë KQZ-s për mos pastrimin e listave. Në çdo palë zgjedhje na paraqitet raste ose na paraqiten raste kur shpesh evidentohen emra të votuesve të cilët kanë ndruar jetë ose të cilët nuk kanë shtetësi ose të cilët në çfarëdo forme nuk kanë mundësi më që të votojnë si shtetasi i Republikës së Kosovës. Prandaj kjo është një çështje që do duhej të adresohet mes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe unë them edhe qendrës së regjistrimit civil ose autoritetit të regjistrimit civil për faktin që një herë për gjithmonë Kosova t'i ketë të dhënat e sakta sa i përket numrit të banorëve dhe numrit të saktë të votuesve. Ai shton se KQZ në bashkëpunim me institucionet e tjera relevante ka pasur kohë të mjaftueshme për të bërë verifikimin dhe pastrimin e listave zgjedhore. Si duket kjo mungon edhe pak edhe vullneti, por edhe mungesa e gatishmërisë edhe mungesa e koordinimit institucional në shumë aktorëve brenda shtetit Kosovës dhe sipas tyre kjo ende po na shkakton neve të konfuzitet në ditën e zgjedhjeve për shkak se ne kemi në listë votimit më shumë votues se sa banor. Mangësi në këtë drejtim sheh edhe njohësi i ekonomisë Lulzim Beqiri, i cili vlerëson se mos pastrimi i tyre rrit mundësinë e manipulimit të votës. Në vitin 2026 do duhet që të kishte një statistikë më të saktë sepse gjitha mundësitë janë dhe duhet që organet kompetente të ndërmarrin masat e duhura asaj përket kësaj situate. Në zgjedhjet parlamentare të së dielës do të votojnë për herë të parë 22.685 qytetarë.